Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 7 dhjetor të 2025. Kemi një ndikim shumë të mirë pozitiv, miqtë e mi, kësaj dite, ku gjëra do jenë më lehtë për juve dhe për të bërë një takim, një bisedim, sepse dita e sotme është ditë qetësie dhe ditë bukurie, në fakt për shumë arsye. Data 7 e ditës së diel, ku shumë gjëra do të ndryshojnë në fushën e biznesit, disa biseda do bëhen në anën tuaj dhe koha ka treguar që juve jeni me shumë fat në këtë aspekt dhe keni mundësit për të përzgjidhur çështjet e pazgjidhura dhe një moment që mund keni, nëse do flasim për shembull për anën ekonomike, për çështjet që do lidhen me punën tuaj, me vendime që merren ose çështje të reja që do të ndikohen tani e tutje, dhe është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Prandaj mos e vrisin shumë mendjen për arsye të punës ose për arsye të gjërave që keni, sepse është dhe koha më e mirë e mundshme. Pikërisht kjo ditë, datës 7, është trekëndshi i Saturnit, një kënd shumë pozitiv, ku ka të bëjnë me përgjegjësi, ka të bëjnë me mundësi dhe çështjet e pazgjidhura që na shtyjnë të marrim përgjegjësi, që favorizohen mbritësapët, akrepët, peshqit, virgjëreshat, demët, gaforet apo dielli që është në anën tuaj. Ka ndikime favorite. Ndikimin unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të bashkimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për sa i përket gjërave që juve dëshironi dhe mundësitë që juve keni. Duke pasur parasysh, duke bler paketën tuaj, e bleni paketën, shkoni në sekretaria, jeni gati pastaj për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve dhe doni që do dërgoni një mesazh, atëherë kemi pikërisht këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni, pastaj dërgoni mesazhin dhe më pas merrni drejt për së drejti përgjigjen duke na bërë subscribe. Tani pa humbur kohë. Fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për sa i përket shenjës së dashit, duket se kjo periudhë na shtyn që neve të ecim përpara në lidhje me ndikimet dhe favorizimet që kanë bëjnë, sepse është një periudhë shumë e mirë, duke pasur parasysh data 7, ku kemi Mërkurin nga Akrepi që formon një trekëndësh me Saturnin dhe ky është këndi më pozitiv ku juve përfitoni në këtë drejtim, duke pasur parasysh edhe mundësinë edhe kohën e duhur për të bërë zgjidhje në çështjet e punës dhe jo vetëm në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me gafor janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, jo shenja e demit. Për sa i përket shenjës së demit, duket se ka diçka shumë të madhe tani në anën tuaj, sepse është shumë gjëra që do të ndikohet tani e tutje, është korrektësia dhe mundësia juaj, por juve keni shumë gjëra që janë pozitive në anën tuaj dhe shumë korrekte me punën tuaj, sepse do keni disa bisedime shumë të rëndësishme sot nga dreka, se ditë e diel është ditë e diellit dhe u jep mundësi për zgjidhur çështje problematike. Kurse në fushën e dashurisë, një zgjidhje që keni, një problem që keni pasur me britëqap dhe me peshore duken të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë binjakët. Për sa përket binjakëve, megjithëse binjakët duket se kjo periudhë, pikërisht është kjo periudhë ku është një periudhë mjaft e mirë në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë edhe ekonominë dhe stabilizimin e tuaj të karrierës, është një çështje karriere që do të thotë vazhdimsi, do të thotë korrektësi në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me shumë ndryshime që do të keni, por njëkohësisht edhe çështjet që lidhen me problemin tuaj të financave, ku është një moment mjaft e mirë tani për të zgjidhur çështje problematike dhe për të arritur qëllimin tuaj në fushën e biznesit dhe të drejtimit tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me luante dhe diçit parë dhe ujor, duken të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e gafores. Pikërisht kjo ditë është një ditë mjaft e rëndësishme për juve gaforë dashur, sepse ndikimi i Mërkurit që jep mundësi, por dhe Saturni në anën tjetër ndihmon jashtëmase në lidhje me takime pune dhe lidhje me biznes, sidomos një nga mundësitë që keni, sepse ju keni bërcap përballë, mund keni bashkëpunime shumë të rëndësishme financiare, ekonomike, dhe kjo ju ndihmon
jashtëmase përzgjidhur çështjet e juaja. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dash të diçit të parë, me akrep të diçit të tretë, me akrep të diçit të tretë sidomos është një mundësi shumë e mirë për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura më përpara, sepse është një moment shumë i mirë e tepër pozitiv. Në çështjet shpirtërore, lidhjet me dëm duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë Luani. Me luanët tani për tani kanë pasur në mjaft ndikime dhe çështje madhore ku gjërat janë mjaft pozitive dhe janë shumë të ndikuara në anën tuaj dhe një moment mjaft i mirë për sa i përket ekonomisë, për sa i përket çështjeve vendimtare dhe anën ekonomike dhe çështjeve të tjera që do të pasojnë më tutje, ku koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë drejtim. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me shigjetar dhe me dëm janë të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Virgjëresha dashura, juve jeni pak në dilemë ose keni disa mundësi, në fakt, mundësi të arta që them unë, por juve mund të ndikoheni disi si në ekonomi, si në dashuri, por mërziteni sepse gjërat mund mos jenë atje ku duhet ose atje ku prisni juve. Por unë ju them që tani për tani, kjo periudhë që jemi është periudha më e mirë e juaja dhe më ndikuese, sepse me sa duket është momenti juaj, është dhe koha që juve mund të ndikoheni në fushën e karrierës suaj, në fushën e biznesit, sepse për biznes bëhet fjalë, ku kjo periudhë është e juaja dhe mundësi mjaft të mëdha në lidhje me takime, në lidhje me ndryshimet të tjera që do të keni tani tutje. Nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në gjërat që juve keni dhe gjërat që doni të realizoni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshorja. Çfarë ndodh me peshorën dhe ku peshorët kanë atë rregullin ose stabilizimin financiar në lidhje me ekonominë, në lidhje me ndryshimet të mëdha që vijnë në favorin tuaj dhe kryesorja ekonomike dhe çështjet madhore financiare që vijnë në drejtimin tuaj, është një moment mjaft i mirë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me gafore dhe me peshk është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë akrepi. Për ju që është akrepit, duket se kjo periudhë është një periudhë që vërtet ndryshon anët e errta të problematikave që juve keni dhe i zgjidhni si probleme, ku është mundësia dhe koha e duhur për sa i përket ndryshimeve të mëdha financiare, për sa i përket asaj çka janë në fushën e biznesit dhe të çështjeve të tjera që do të ndikojnë dhe do të diktojnë në anën tuaj. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me virgjëresht të diçit të parë, me ujor të diçit të tretë, me ujor sidomos, është një mundësi mjaft e mirë dhe tepër pozitive, sepse do të keni mundësinë për zgjidhur çështjet e pazgjidhura më përpara. Ka ardhur momenti për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi, ose një udhëtim bashkëshortor, ose me të dashurën tuaj, ose me njërin tuaj të zemrës, mund të bëhet një udhëtim mjaft pozitiv dhe tepër produktiv në jetën tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Për shigjetarët duket se tani, sado që gjërat janë në vështirësi ose kanë të bëjnë me disa çështje, me disa plane që juve keni ose plana afatgjatë, kjo lidhet shumë me punën tuaj, lidhet shumë me ndryshimit të madh që juve keni, edhe momenti që juve keni tani tutje është koha për marrje vendimesh të rëndësishme dhe periudha ku ndodhin fenomenet është momenti i duhur dhe jo vetëm kaq, por ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me ndryshimin, ka të bëjnë me ekonominë sidomos, dhe kjo ka të bëjë shumë me vendime dhe kohën e duhur për zgjidhur problemet e juaja. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me luan dhe me dëm duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë britsjapi. Për sa përket britsjapët duket se tani në këtë periudhë mund të kenë pasur disa çështje problematike ose disa gjëra që
ndryshe mendonin, ndryshe vepronin, por koha tregoi që juve jeni me shumë fat si bricap që jeni, por keni kohën tani dhe u them të madhe, vini re sepse data 7 kemi të bëjmë dhe me ndikimin e një tërkëndësh me guvernatorin tuaj, me Saturnin, ditën e sotme. Është një kënd shumë pozitiv për juve, prandaj favorizon shumë të 30 ditë që të shenjë së bricave, dhe kjo do të thotë në zgjidhje të problemeve më të fokusuara dhe gjërat më të mëdha, sepse është mundësia për zgjidhje të një çështje ligjore, për zgjidhje të çështje problematikave ekonomike edhe disa probleme që keni pasur dikur me një person shumë të rëndësishëm, kur mund të rregullohen gjërat dhe të arrini të vazhdoni dhe të lidheni për çështje biznesi apo gjëra tjera ka mundësi. Në çështjet e dashurisë, lidhje që kanë të bëjnë me virgjëresh të 10 ditë të parë, me binjak të 10 ditë të tretë, që është diçka shumë perfekte për sa përket lidhjeve edhe ndryshimeve tuaja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë ujori. Meqense ujorët tani për tani kanë dilemën e tyre xhanëm, jo se unë u them që çfarë mund të bëni ose si mund të realizoni gjërat, por kjo është një periudhë shumë e mirë dhe tepër pozitive në ana juaj, është një moment shumë i mirë sepse duke zgjidhur problemin ose çështjet madhore që keni, favorizimet që jepen janë shumë të ndikuara dhe është një moment mjaft i mirë dhe surprizues për ju të kësaj shenje, dhe është koha dhe momenti i duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi dhe në lidhje me dashurinë. Në lidhje me dashurinë, duket se juve keni të gjitha mundësitë e zgjidhjes së problematikave, sidomos ujor akrep, ujor dem është mundësia, por ajo që nuk ka shans, në këtë botë jo, nuk e diun, që të ndaheni është me luan të 10 ditë të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Për sa përket peshqeve, peshqit duket se kanë disa mundësi, disa çështje shumë të rëndësishme për zgjidhje të problematikave ose kohën e duhur për marrje vendime të rëndësishme. Në këtë drejtim, unë do thosha që jo se ka një problem për të shqetësuar ose diçka që nuk shkon që të shkeme te, por është dhe koha tani që duhet të shikoni çfarë do të bëni ose të zgjidhni çështjet e pazgjidhura, sepse ngadonjëherë gjërat janë mjaft të ndikuara ose çështjet që juve keni, mundësitë që juve ju jepen në anën tuaj, por meqense juve keni dhe gjëra të tjera do të ndikoni në anën e punës së karrierës, por gjithsesi peshqit janë shumë të ndërlikuar këtë periudhë, por do të zgjidhin disa probleme të vogla që ata kanë. Kjo janë në rrezatime dhe në mundësi të arta që juve keni, është dhe mundësia tepër ideale në vazhdimsi në korrektësinë tuaj dhe në momentet që juve keni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me shqytetarët e ditës së parë dhe me gafore, duket se është ajo më ideale që ndonjëherë, por ka dhe diçka shumë të madhe në një udhëtim pune, e disa para të pamarra do t'i merrni, por do keni kujdes se mirë është të punoni nëpërmjet bankave, po do thoni juve që çfarë bankës do kemi ne, në një kohë që ne mund t'i marrim dorëzi dhe të mirupafshim. Është më mirë për arsyet të tuaj të punës, sepse duket se gjithmonë dita e diel, vërtet është ditë shumë e mirë se dita e diellit dhe ndihmon, por në vlerën e parave mund keni në një problem më vonë, edhe kjo nuk ju ndihmon për ju prish Terezin. Unë ju them ju bëni si do e barazëmës tuaj, por unë kam drejt ju a them. Në një çështje që lidhet me dashurinë e largët, peshqit sidomos janë në Francë për shembull, apo ka një lidhje janë shkëputur, ose ka një diçka që nuk ju ecën aty ku duhet dhe duan ta rregullojnë, atëherë ka të bëjnë shumë peshk shqytetar, peshk gafore, peshk virgjëresh, peshk akrep. Është një kohë shumë e mirë për të marrë vendime të rëndësishme në këtë aspekt dhe mund t'i zgjidhni problemet aty ku juve keni mundësinë dhe jeni shumë të gatshëm të përgjigjeni kërkesave, mundësive dhe kohës së duhur në anën tuaj. Por me një ndikim shumë të madh që keni, mundoni që kjo ditë të jetë një ditë qetësie dhe zgjidhje të problematikave. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 7 dhjetor të 2025. Pare se të ndahemi bashkë, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve teleshikues të nderuar. Kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë mund klikoni në www.astrologo.al, faqja roz që shkon atje, dhe atje mund të shikoni se si mund të abonoheni dhe të merrni parashikimin tuaj. Dhe më pas,
shkoni tek sekretaria dhe aty direkt pastaj mund të dërgoni mesazhin dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve dhe doni të dërgoni mesazh, atëherë kemi pikërisht këtë butonin këtu. E klikoni dhe më pas duke ndjekur hapat, jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen në kohën që juve keni bërë subscribe. Unë juroj një ditë të mbar të begatë në çdo aspekt. Gjithë mirë.